janë programe me standarde evropiane, çështjen e digitalizimit të komunës, në çështjen e arsimit, në çështjen e kulturës. Ju faleminderit njëherë për ftesën, domethënë unë jam kandidat i pavarur i vetmi shqiptar në komunën e Strugës. Ne garojmë edhe me listën e këshilltarëve, po siç e theni ke juve lista e asamblesë, garojmë me 23 këshilltar, nga të cilët janë nga gjinitet e ndryshme. Dhe ne kemi një platformë politike, kemi krijuar edhe një moton tonë, e cila quhet Struga vepron. Mbas kësaj motës nuk fshihen, por janë të qartë, janë aktivizuar shumica e të rive. Kemi një grup punues i cili punon për këtë ardhmë dhe kemi bërë një platformë politike ku të gjithë struganët e dinë tashmë se kemi arritur në një nivel të lartë dhe kemi ndryshuar të gjithë spektrin klasik të një fushate të mëparshme. Tani kemi sjellur një risi të ndryshme në Strugë. Platforma jonë, programet politike tona janë programe me standarde evropiane, me projekte konkrete, me dhe mbi të gjitha me zgjidhje. Do të kisha dëshirë që këtu pranë mund të ndodhen edhe kundër kandidatëve të tjerë për të debatuar dhe për t'i qarsuar do polemika që kemi mes vete. Do me thonë, pranë programi im më së shumti bazohet në çështjen e digitalizimit të komunës, në çështjen e arsimit, në çështjen e kulturës, sferën e sportit. Çfarë polemika keni ju mes veti, masi po i përmend polemikat? Në këtë temë do dalë edhe në çështje më pas, nga që do të përmendë edhe problemet të cilat na shfaqen mua si kandidat i pavarur, kurse nga ana tjetër favorizohen edhe kandidatët tjerë duke na cenzuruar në të gjitha mediat e Republikës së Maqedonisë së Veriut, mediat lokale dhe mediat nacionale, duke mos më paraqitur mua si kandidat. Nacionalja nuk ju ka cenzuru. Jemi në bashkëpunim këtë debat, e bojmë bashkëpunim me MRT2, që është kanali shqip i televizionit publik. Nuk jeni cenzurum në Nacionalje. Po, por për në rrjetet sociale, nuk do të përmend këtu televizionin, e kam qenë deri ta ankesë edhe te kryeredaktori, pse përmenden vetëm 2 kandidatë shqiptar në komunën e Strugës, kurse ne neglizhohemi tërësisht. Nuk dua të ndalem në këta polemika, nuk dua të merrem me kundër kandidatëve të mi, sepse neve kemi projektet tona,